Aktualisht neve dhe në orientimin dhe direktivat e Bashkimit Evropian ne kemi të paketën e planifikimit e kemi të konsoliduar në pamja teknike dhe dokumentacionit paktën, ku kemi një strategji kombëtare, kemi një plan kombëtar, kemi më pas plane rajonale, kemi plane të gjithshme vendore, kemi plane të detyruara vendore. Pra, gjithë ajo që procesi i panjohur që ishte në fillim viteve 90 ku ne zhvilluam në kaos, po e quajmë, ne e quajmë në formë organike, pra pa rregulla, pa atë ngurtësinë e sistemit komunist, por drejt një spontaniteti në mungesë të shtetit, shteti s'ka qenë i pranishëm në fillim të 90-s, to shpërthimet demografike dhe më pas ndërtimet që kemi neve në periferitë e qyteteve, planifikimi urban filloi të atakonte, si më thënë, post factum. Kjo e bëri vetë instrumentin dhe shkencën e planifikimit shumë herë më të vështirë se sa mund ta kenë shtetet e tjera të Europës, dhe kjo është sfida e jonë si shtet, ku duhet të mësojmë të planifikojmë në mënyrë që mos jetojmë dhe mos ndërtojmë në kushte emergjence, pasi në mungesë të këtij planifikimi pasojat neve sot i kemi në trafik, i kemi në ndotje, i kemi në keq menaxhim të zonave mjedisore, zonat të mbrojtura, në migracione, në zhvendosjet e ekonomisë, ndonjëherë dhe pa e ditur ku janë burimet njerëzore dhe ku janë burimet natyrore, dhe pra gjithë kjo disfunksionalitet që neve perceptojmë si qytetarë çdo ditë vjen edhe si pasojë e mungesës planifikimit, tashmë në zbatim sesa vetëm në projektim.